Përshëndetje, sot është festa e fenerëve, dita e fundit e krendimeve të festës së pranverës ose të vitit të ri kinez. Me këtë rast, ka 3 gjëra kryesore për të krenduar që trashëkohen prej mijëra vjetësh. E para është feneri. Ndërsa bie nata, mijëra fenerë ndriçojnë. Njerëzit bëjnë shëndetje duke shikuar fenerë të shumëllojshëm. Në fillim, kjo bëhej si lutje ndaj perëndive për bekime, kurse tani mbart aspiratën për të larguar errësirën, për të ndryquar rrugën përpara dhe për të ndarë bashkërisht gëzimin. E dyta është ushqimi. Çdo familje ha një mbërsirë të rumbullakë të prej orizi dhe shtullor, e cila quhet yuanxiao në veri dhe tangyuan në jug të Kinës, sipas metodave të ndryshme të përgatitjes. Ajo simbolizon një jetë të lumtur dhe të ëmbël. E treta është vallëzimi. Mes taulleve dhe kongëve që gjëmojnë, vallet e dragonjve dhe luanëve interpretohen në rrugë. Kjo nuk është vetëm një shfaqje, por edhe një ritual i lashtë që përdoret për të zgjuar të gjitha gjërat dhe për të lutur për një vit të ri të bekat. Por nëse mendoni se festa e fenerëve ose festa e pranverës është vetëm një festë për banorët e Kompësisë Hane, do të gaponit. Gjatë komunikimit të ngushtë të mijëra vjeçar, shumë festa tradicionale janë bërë ngjarje kulturore për të gjithë kombin kinez që përbëhet nga 56 të kompësi të ndryshme. Gjatë festës së fenerëve, banorët e pakicës kombëtare Tong në rajoni autonom Guangxichuan të Kinës Jugore interpretojnë këngë dhe valle unike. Të veshur me kostume të bukura tradicionale, fshatarët këndojnë dhe vallëzojnë duke luajtur me lushën një vegër frymore kallami. Përveç këndimit të koreve dhe shfaqjes së operave, ata katuan edhe yuanxiao. Ndërsa banorët e Kompësisë së Shë përgatisin yuanxiao dhe tof ose djathë soi për të krenduar festën e fenerëve dhe festën e pranverës. Në rajoni autonom të Xinjiang Ujgur të Kinës veriperëndimore, njerëzit të mblidhen në kullota për të shijuar shfaqje folklorike dhe gara me kuaj. Në këtë festë zakonisht luhet një valle kompësisë kazake quajtur Heizoma, që fjalë për fjalë do thotë Kalizi. Konteja e vetme autonome e Kompësisë Hani në provincën Yunnan të Kinës jugperëndimore zakonisht mban një kalla të veçantë me këtë rast të çdo vit, duke i bërë fshatar vendas lyje të skenës. Në zonat shumë etnike, atmosfera e krendimit është edhe më e gjallë. Lagja shumë etnike në distriktin Chengguan të qytetit Lhasa në rajoni autonom të Xizang në Kinë jugperëndimore ka 79 familje me mbi 160 banor, duke përfshirë ata tibetianë, Han dhe Hui. Çdo vit, banorët mblidhen për të zhvilluar aktivitete festive jo vetëm në kuadrin e festës së pranverës, por edhe të vitit të ri tibetian. Kjo rezonancë e festës së fenerëve është po aq e dukshme në Taiwan, saqë është në pjesën kontinentale të Kinës. Si bashkëadhetar në krahinat të tjera të Kinës, banorët taiwaneze e konsiderojnë festën e pranverës si festën më të rëndësishme tradicionale të vitit. Zakonet janë të njëjta. Çdo familje blen shumë sende festive, një gjithë 2 varg varsha, lule e të tjera. Në këtë ditë, njerëzit dalin për të parë fenerë, për të zgjidhur gjejgjeza e për të ndezur fishek zjarre. Sigurisht, ngrënia e tangyuanëve në bashkimet familjare është gjithashtu e domosdoshme. Me një fjalë, ata kremtojnë në të njëjtën mënyrë si banorë në pjesën kontinentale, në një bazë të fortë kulturore të ndërtuar nga historia, gjuha dhe tradita e përbashkëta. Kështu që festa e pranverës e përfaqësuar nga festa fenerëve është një festë për gjithë kombin kinez dhe popullin kinez. Në festa të tilla, kultura kineze e krijuar bashkërisht nga të gjithë banorët e kompësive i lidh fort 1.4 miliard banor, duke zbuluar një sekret të jetëgjatësisë kaq të lashtë të kulturës kineze, që është natyra gjithëpërfshirëse, harmonike dhe paqësore. Të dashur miq, gëzuar festën dhe mirëdagofshin.